Komiteti Shqiptar i Helsingut ka ngritur shqetësim të fortë lidhur me praktikën e mbajtjes së të paraburgosurve në kafaz gjatë zhvillimit të seancave gjyqësore, duke cilësuar atë si një shkelje të rëndë të drejtave të njerëzit dhe standardeve ligjore në fuqi. Reagimi vjen pas ankesave të bëra nga avokatët mbrojtës në disa procese gjyqësore. Sipas organizatës, rasti konkret lidhet me ankesën e avokatit të Ilir Beqajt, i cili ka ngritur shqetësime se klienti i tij është mbajtur në kafaz sigurie gjatë seancave, fillimisht metalik dhe më pas prej xhami, duke vështirësuar ndjeshëm komunikimin me mbrojtjen. Një kërkesë ngjashme është paraqitur edhe nga mbrojtja e Ilir Metës, e cila ka argumentuar se kjo praktikë cënon të drejtat kushtetuese dhe standardet ndërkombëtare për një proces të rregullt ligjor. Gjykata e posaçme ka rrëzuar këto ankesa duke argumentuar se vendosja e të paraburgosurve në kafaz nuk është kompetencë e saj, por e drejtorisë së përgjithshme të burgjeve. Megjithatë, Komiteti i Helsingut e kundërshton këtë qendrim duke theksuar se sipas kodit të procedurës penale është pikërisht gjykata ajo që ka përgjegjësinë për drejtimin e seancës dhe ruajtja e rendit në sallë. Organizata argumenton se legjislacioni shqiptar nuk parashikon shpërdorimin e kafazit si mas standarde në sallën e gjyqit dhe se i pantehuri duhet marrë pjesë në proces si person i lirë edhe kur është në paraburgim përveç rasteve kur pengon zhvillimin normal të seancës. Në reagim theksoi gjithashtu se kjo praktikë bie në kundërshtim me jurisprudencën e Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njerëzit, e cila në rast më parshëm ka vlerësuar se mbajtja e pandehurve në kafaz përbën trajtim poshtërues dhe cënon të drejtën për një proces të rregullt. Në përfundim, Komiteti Shqiptar i Helsingut i bën thirrje institucioneve shqiptare përfshirë gjykatat që të respektojnë standardet e Konventës Evropiane të Drejtave të Njerëzit dhe të garantojnë një proces të drejtë duke shmangur praktika që synojnë dinjitetin dhe të drejtën themelore të individit.